Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregoi se sa vlerë të madhe kanë ata dietar, ata hoxhallar që i shpërndajnë fjalët e Allahut dhe të pejgamberit, e përmendin hadithin që sjell Imam Muslimi për Abu Hurairës. Tha: "Men da'a ila hudan, kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ah." Tha pejgamberi asëm, ata njerëzit të cilit i thrasin njerëzit në të vërtetën, i thrasin njerëzit në ndije, i thrasin njerëzit në rrugën e Zotit, e ka shpërblimin, i shkon shpërblimi, pra dietarit, hoxhës për një me, i shkon shpërblimi i krejt ati gjemati që e pasën që ato shka e ka mësu hoxha. Që ato shka e ka mësu dietari, krejt sot bojnë 100 kufshin, miliona sevape në të bofshin për aty 100-ve, 1 miliona sevape kanë mishku këti hoxhës që ja ka spjegu dinin. Miliona sevape kanë mishku. Dhe thanë këtë hadith, pejgamberi, pa i mungu vepruesit dhe ndjekësit asgjë pa i mungu. Por një heret e bo me qillu na një spjeguesi keq i dinit, edhe që i mësën njerëzit për keq, ose dhe pakon din heqve që i mësën njerëzit për keq, jam se dhe rrugë të këqia, thanë këtë hadith pejgamberi alayhi salatu wasalam, i merë të këqijat e kretin ndjekësve të ti, pa ju mungu ndjekësve të ti asgjë, që tha pejgamberi alayhi salatu wasalam. Dietarit, hoqës së vërtet, apo e vreni se sa i dha vlerë pejgamberi alayhi salatu wasalam.